Vini në bota e horoskopit, le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për këtë ditë të martë për 12 qenjat e zodiakut, 28 korrik 2026. Ju faleminderit. Letra e tarotit dash për këtë të martë, mbretëresha e shkopinjve. Kjo është një letër ku tregon se dita jote do të shkëlqej fort. Letra mbretëresha e shkopinjve flet për vetbesim, karizëm dhe atë ndjesin kur të tjerët të vënë re, pa pasur nevojë të përpiqesh shumë. Sot mund të ndihesh më i sigurt në veten tënde dhe kjo do të reflektohet në çdo fushë të jetës, në punë ose në një projekt personal. Njerëzit do ta vlerësojnë mënyrën tënde të shprehurit dhe aftësinë për të marrë iniciativën. Mos ke frikë të tregosh idetë tua, sepse zëri yt ka rëndësi dhe të tjerët janë gati të të dëgjojnë. Mbaje kokën lart, paraqitu me besim dhe mos e fshih atë energji të zjarrt që të karakterizon. Kjo është një ditë për të dalë në pa, për të treguar talentet e tua dhe për të kujtuar se kur beson te vetja, mund të ndikosh pozitivisht tek të tjerët. Mesazhi letrave tarot dash. Shkëlqe, beso në fuqinë tënde dhe mos ke frikë të jesh në qendër të vëmendjes. Sot është dita jote për të udhëhequr. Temi, letra e tarotit për këtë të martë, mbretëresha e kupave. Një mesazh i fortë i tarotit të fton të dëgjosh më shumë zërin tënd të brendshëm. Mbretëresha e kupave është letra e intuitës, ndjeshmërisë dhe lidhjes së fortë me emocionet e tua. Mund të kesh një ndjesi të fortë për një situatë, një person apo një vendim që duhet të marrësh. Mos e injoro atë zë të vogël brenda vetes, që të tregon drejtimin e duhur. Intuita jote sot mund të jetë një udhëfyes i fuqishëm. Nëse ndihesh i përqendruar ose ke të vështirë të kuptosh çfarë dëshiron vërtet, gjej pak kohë për qetësi, largo zurmën për rreth, dëgjoj mendimet e tua dhe lejo që përgjigjet të vijnë natyrshëm. Sot nuk është dita për të kërkuar gjithmonë prova nga jashtë, disa përgjigje tashmë i ke brenda vetes. Dhe mesazhi i letrave për ty dem. Beso te ndjenjat e tua, zemra dhe intuita jote e din rrugën, mjafton ti dëgjosh. Binjakët, letra e tarotit 3 pentakulat e përmbysura binjak. Ky mesazh i tarotit është të kesh besim te koha e dur. 3 monedat e përmbysura tregon se disa gjëra mund të mos ecin me ritmin që ke dëshiruar, por kjo nuk do të thotë se po shkojnë keq. Ndonjëherë vonesat janë thjesht një shenjë që duhet të presësh edhe pak. Mund të ndihesh sikur një projekt, një bashkëpunim ose një plan personal nuk po merr formën që prisje. Mos lejosh që kjo të ulë energjinë ose të bëjë të ndyshosh te vetja. Çdo gjë po zhvillohet në kohën e vet. Nëse pret, mos qëndroj bllokuar duke u shqetësuar. Ktheje vëmendjen te ide të tjera, projekte të reja ose gjëra që të japin frymëzim. Përdore këtë periudhë për të mësuar, për të përgatitur dhe për të ndërtuar diçka të vlefshme. Sot kërkohet durim, por edhe veprim i zgjuar. Beso te procesi dhe vazhdo përpara me optimizëm. Mesazhi i letrave për ty binjak, një vonesë nuk është një dështim. Përdore kohën tënde me mençuri dhe përgatitu për mundësinë që po të afrohet. Gaforia, letra e tarotit për këtë të martë gafore, kulla. Kjo letër sjell një mesazh të rëndësishëm. Mos u mbështet vetëm te supozimet, por qëndroj i përgatitur. Kjo letër shpesh lidhet me ndryshime të papritura, situata që mund të marrin një kthes tjetër nga ajo që prisje dhe nevojën për të qenë fleksibël. Sot është një ditë e mirë për të kontrolluar 2 herë gjërat e rëndësishme. Nëse ke një takim, një plan apo një marrëveshje, sigurohu që diçka është konfirmuar. Një telefonat e vogël ose një kontroll paraprak mund të të kursejë një keq kuptim më vonë. Mos e shiko këtë letër si diçka negative. Kulla të kujton se kur je i përgatitur dhe surprizat bëhen më të lehta për të përballur. Ti e ke aftësinë të përshtatesh të dëgjesh zgjidhje edhe kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Sot vepro me kujdes, dëgjoj instiktin tënd dhe mos bëj hapa të mëdhenj pa u siguruar që toka është e qëndrueshme. Dhe mesazhi i letrave për ju gafore, mos prit që diçka të jetë perfekte. Përgatitu, kontrollo detajet dhe do të jesh gati për ndryshimin që po vjen. Luani, letra e tarotit për këtë të martë luan, 9 shkopinjt e përmbysur. Një letër që sjell një kujtesë të rëndësishme, është koha për të pushuar dhe për të mos e tepruar me ngarkesën. Ti mund të ndihesh sikur duhet të bësh diçka më një herë, të përfundosh në detyrë dhe të jesh gjithmonë në lëvizje. Por kjo letër të tregon se edhe njerëzit më të fortë kanë nevojë për një moment qetësie. Pushimi nuk është humbje kohe, është mënyra se si rikthen energjinë dhe përgatitesh për hapat e ardhshëm. Mos e detyro veten të ecësh përpara kur trupi dhe mendja kërkojnë një pauzë. Përdore këtë ditë për të fjetur më shumë, për të kujdesur për veten dhe për të bërë vetëm ato gjëra që kanë vërtet rëndësi. Balanca është çelësi luan, kur i jep vetes kohë për të rikuperuar
e të kthehesh më i fuqishëm. Mesazhi i tarotit për ju Luan, nuk e pse të luftosh çdo betejë, pushimi të jep forcën për fitoren e ardhshme. Virgjiresha, letra e tarotit për këtë të martë, 4 pentakullat, një letër që sjell një mesazh për financat, sigurinë dhe mënyrën se si menaxhon burimet e tua. Mund të jesh më fokusuar te parat, kursimet ose dëshira për të krijuar më shumë stabilitet në jetën tënde. Kjo letër të këshillon të mbash në kontroll buxhetin dhe të jesh e kujdesshëm me shpenzimet, por gjithashtu të mos harrosh se mundësitë e reja mund të fshihen pas sfidave që përballon. Një problem mund të jetë në fakt një mundësi për të rritur të ardhurat ose për të ndryshuar drejtimin. Nëse kërkon një punë të mirë ose dëshiron të përparosh profesionalisht, sot është një ditë e mirë për të vepruar. Shiko mundësi të reja, fol me njerëzit që njeh dhe mos ki frikë të kërkosh ndihmë ose këshilla. Rrjeti yt i kontakteve mund të të hap një derë që nuk e prisje. Mos e kufizo vetëm duke ruajtur atë që ke, mendo edhe si mund të krijosh më shumë. Mesazhi i letrave tarot për Virgjireshën. Ruaj atë që ke, pa mos ke frikë kërkosh më shumë. Mundësitë vijnë kur guxon të lëvizësh. Peshorja, letra e tarotit, 10 shkopit e përmbysur. Peshore, më në fund duket si ku dikush po e vëren peshën që ke mbajtur mbi supe. 10 shkopit e përmbysur është një letër që flet për lehtësim, ndarje të përgjegjësive dhe fundin e një periudhe ku ke marrë përsipër më shumë se sa duhej. Për një kohë të gjatë mund të jesh ndjeher sikur duhej të bëje gjithçka vetë, të mbaje shumë role dhe të zgjidhje çdo problem. Por tani energjia po ndryshon, mund të vijë ndihmë nga një kolegiri, një person pranë teje ose dikush që më në fund kupton se sa shumë ke bërë. Mos ke frikë të delegosh detyra, të pranosh ndihmë, nuk do të thotë se je më pak i aftë, përkundrazi, tregon mençuri dhe aftësi për të punuar më mirë. Shiko talentet e të tjerëve dhe lejoj të kontribuojnë. Kjo është një kohë për të hequr peshën nga spatullat dhe për të fokusuar te gjërat që kanë më shumë rëndësi për ty. Mesazhi i tarotit për peshoren, nuk e pse të mbash gjithçka vetëm, ndaje barën dhe krijo hapësirë për më shumë qetësi dhe sukses. Akrepi, letra e tarotit perandoresha, letra që sjell energji të ngrohtë, të kujdesshme dhe plot dashuri akrep. Kjo letër lidhet me dëmshurinë, mbështetjen dhe aftësinë për të kujdesur për njerëzit që ke pranë. Një mik ose një person i afërt mund të hapet për diçka që po kalon në jetën e tij. Sot ti je në pozicion të veçantë për të dhënë këshillën, mbështetjen ose thjesht praninë tënde. Ndonjëherë një dëgjim i sinqert vjen më shumë se çdo zgjidhje. Ana jote e butë dhe mbrojtëse del në pah sot, edhe pse shpesh të tjerët të shohin si të fortë dhe të pathyeshëm. Njerëzit që të njohin mirë e dinë sa shumë kujdesesh për ta. Nuk mund të shohësh dikë që vuan pa dashur të bëjë diçka për ta ndihmuar. Megjithatë, mos harro të kujdesesh edhe për veten. Dashuria dhe energjia që u jep të tjerëve duhet të rikthehet edhe tek ti. Mesazhi i letrave tarot për akrepin. Zemra jote është një nga fuqitë tua më të mëdha akrep. Ndihmo të tjerët, por mos harro të ushqesh edhe shpirtin tënd. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të martë, 3 shpatat e përmbysura shigjetar. Sot kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për shërimin emocional dhe lënien pas të dhimbjeve të së kaluarës. Më në fund duket se një plagë që të ka rënduar në zemër po fillon të mbyllet, një histori dashurie, një ndarje ose një zgënjim që të ka lënduar nuk ka më të njëjtin fuqi mbi ty. Ke kaluar përmes asaj periudhe të vështirë dhe tani po e kupton se ajo përvojë nuk të dobësoi, por të bëri më të fortë. Kjo letër tregon një version të ri tëndin, më të pjekur, më të sigurt dhe më të vetëdijshëm për vlerën që ke. Në vend që të mbështetesh i lidhur me atë që humbe, po shikon se çfarë ke fituar nga ajo përvojë. Sot është një ditë për të festuar arritjen tënde, për të hapur zemrën ndaj mundësive të reja dhe për të kujtuar se çdo fund mund të jetë fillimi i një kapitulli shumë më të bukur. Dhe mesazhi i tarotit për shigjetarin, ajo që të lëndoj nuk të theu, të ndryshoj, të forcoj dhe të ndihmoj të bëhesh versioni më i mirë i vetes. Bricjapi, letra e tarotit 4 shpatat bricjap. Kjo letër të fton të ndalosh pak dhe të përdorësh fuqinë e mendimit të qetë. Kjo është një letër reflektimi, pushimi dhe riorganizimi mendor. Sot është një ditë ideale për të marrë pak kohë për veten edhe për të parë më qartë disa fusha të jetës që kanë nevojë për përmirësim. Ndoshta ka disa gjëra që i ke shtyrë ose disa vendime që kërkojnë më shumë vëmendje. Mos u nxito, qetësia do të të ndihmojë të gjesh zgjidhjet e duhura. Ti je një shenjë që të punoj fort dhe të përballoj shumë përgjegjësi, por edhe mendja jote ka nevojë për një moment pushimi. Kur jep vetes hapësirë për të menduar, kthehesh më i fokusuar dhe më i përgatitur.
Besoj i vetes, Bricjap, ke aftësinë të rregullosh atë që nuk funksionon dhe të ndërtosh një bazë edhe më të fortë për të ardhmen. Mesazhi i tarotit për Bricjapin: qetësia sjell qartësi. Merr kohë për të menduar, planifiko dhe besoj se i ke të gjitha mjetet për të ecur përpara. Ujori. Letra e tarotit për këtë të martë, rrota e fatit. Një letër që sjell një mesazh shumë pozitiv për ty ujor. Kjo letër simbolizon ndryshimin, ciklet që mbyllen me sukses dhe momentin ku gjërat fillojnë të vendosen në favorin tënd. Pasi periudhe përpjekjesh, pritjeje ose pasigurie, mund të ndjesh se më në fund po arrin pikën ku gjithçka po merr kuptim. Është sikur një kapitull i vjetër po përfundon dhe hapet një derë e re me më shumë mundësi. Sot mund të marrësh një shenjë, një lajm të mirë ose një mundësi që të kujton se puna jote nuk ka qenë e kotë. Mos dyshon më të rruga që ke zgjedhur. Je më afër suksesit se sa mendon. Kjo letër të inkurajon të veprosh dhe të marrësh atë që meriton. Pati të buzëqesh, por ti duhet të bësh hapi përpara. Mesazhi i letrave tarot për ujorin. Cikli po ndryshon në favorin tënd ujor. Beso te rruga jote, kap mundësitë dhe mos ki frikë të shkëlqesh. Peshqit. Letra e tarotit për këtë të martë, kalorësi i monedhave. Kjo letër sjell një mesazh për vendosmëri, durim dhe hapa të sigurt drejt të qëllimeve të tua peshq. Më në fund duket sikur je gati të veprosh për diçka që ke menduar dhe ke shtyr prej kohës, ndoshta më parë koha nuk ishte e dura ose të mungonte siguria për të bërë hapin e madh. Por tani energjia ka ndryshuar, ti e di çfarë dëshiron dhe je gati të punosh me përkushtim për t'i arritur. Në punë ose në një projekt personal, kjo letër tregon për parim të qëndrueshëm. Nuk ke nevojë të nxitohesh. Suksesi vjen duke ndërtuar hap pas hapi dhe duke treguar aftësitë e tua. Përpjekjet e tua do të vijnë re dhe mund të marrësh atë vlerësim që ke merituar. Beso te procesi peshq, qëndrueshmëria jote do të të çojë më larg nga sa mendon. Mesazhi i letrave tarot për juve peshq. Koha e pritjes ka mbaruar. Vepro me besim, puno me durim dhe ndërto suksesin që ke ëndërruar. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë 28 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.